Betlehemi feston Krishtlindjen në hijen e luftës në Gaza. Dritat e Krishtlindjes janë rikthyer këtë vit në Betlehem për herë të parë qysh nga nisja e luftës shkatërrimtare të Izraelit në Gaza. Megjithatë, festimet publike në qytetin e shenjtë për të krishterë zhvillohen në një atmosferë të rënduar nga pasiguria, vështirësitë ekonomike dhe presioni i vazhdueshëm i pushtimit izraelit. Në sheshin e Grazhdit përpara kishës së lindjes së Krishtit, mijëra banorë dhe pelegrinë ndoqën paradën tradicionale të Krishtlindjes, një simbol shpresë dhe qendrese për komunitetin e krishterë palestinez. Pamjet ajrore nga 14 dhjetori treguan sheshin të mbushur me njerëz me muzikë në flamuj, por entuziazmi mbetet i përmbajtur. Banorët thonë se pavarësisht rikthimit festimeve, realiteti i përditshëm mbetet i ashpër. Lufta në Gaza ka goditur rënd ekonominë e Betlehemit, e cila varet kryesisht nga turizmi fetar. Kufizimet e lëvizjes, pastisjet të shpeshta ushtarake izraelite dhe dhuna e kolonëve në brekun perëndimor të pushtuar kanë rritur ndjenjën e pasigurisë mes familjeve palestineze. Autoritetet lokale në Betlehem kanë theksuar se rikthimi i festimeve synon të ruajë traditën dhe identitetin kulturor të qytetit. Betlehemi është vendlindja e Jezusit, sipas traditës krishtere mbetet një simbol global i paqes. Megjithatë, në këtë Krishtlindje mes dritave dhe këngëve, qyteti feston në hijen e luftës, duke reflektuar kontrastin e fortë mes shpresës shpirtërore dhe realitetit politik në Palestinë.